Të gjithë pini çaj kamomili, por askush nuk e di se çfarë i shkakton në zemrës tretjes dhe pagjumësisë. Çaji, sidomos ai I kamomilit, është pjesë e pasvendësueshme e momenteve ideale për qetësimet shpirtërore dhe ato fizike. Ndryshe nga çaji jeshil, ai I zi, kamomili vjen nga një lule e bukur e cila ka aftësinë të ofrojë shumë përfitime për shëndetin tuaj edhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Në këtë video, sipas Brightside, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Do të rendisim disa nga përfitimet më të mira që do të merrni pasi të shtoni çajin e kamomilit në dietat tuaja ditore. Çaji I kamomilit është një përzgjedhje shumë e mirë për të lehtësuar dhimbjet e stomakut, sipas ekspertëve. Çaji I kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse ai përmban edhe substanca që luftojnë inflamacionin. Pirja e çajit të kamomilit çdo ditë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj shëndetësor dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet në shëndet, duke nxitur një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet. Çaji I kamomilit është një nxitës shumë I mirë I cilësisë tuaj të duhur të gjumit. Pini çajin e kamomilit 30 minuta përpara se të shkoni për të fjetur. Çaji ka efekte qetësuese dhe do të largojë gjithashtu shqetësimet të cilat lidhen me pagjumësinë. Çaji I kamomilit është një ndihmës shumë I mirë edhe kur vuani nga migrena. Sapo të ndjeni trokitjet e para të migrenës, duhet të konsumoni çajin e kamomilit. Është shumë e rëndësishme që ta pini atë sapo ajo ka nisur dhe jo kur është në kulmin e vet. Çaji I kamomilit është një produkt shumë I mirë për shëndetin tuaj të zorrve. Çaji I ngrohtë I kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të zorrës së irrituar. Ai funksionon më mirë kundër gazrave dhe fryrjeve të stomakut. Nëse doni një imunitet më të fortë, shtoni në dietën tuaj çajin e kamomilit. Nëse prekeni rregullisht nga gripi dhe I ftohura, atëherë duhet të konsumoni çajin e kamomilit në vaktet tuaja ditore. Ndikimet që do të keni prej tij do të jenë mbreslënse në organizëm dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet dhe shqetësimet të cilat ju kanosen vazhdimisht gjatë luhatjes së temperaturave. Çajin e kamomilit mund ta përdorni gjithashtu edhe si një bimë ideale kundër të djegurave. Qytetrimet e lashta e përdorin kamomilin për të lehtësuar djegjet e lëkurës, kryesisht ato nga dielli. Kështu do të ndihmoni në përmirësimin e cilësisë së shëndetit të lëkurës dhe lehtësimin e problemeve të saj. Përdorni çaj në formën e kompresave dhe e vendosni atë në zonën e lënduar dhe e lini që të veprojë dhe më pas, nëse gjendja juaj është kritike, drejtohuni tek mjeku për një trajtim edhe më të specializuar. Çajin e kamomilit mund ta përdorni kundër rrathëve të zinj poshtë syve. Përdoreni çajin e kamomilit kundër rrathëve të zinj. Çaji do të largojë inflamacionet e lëkurës, e freskon dhe I jep asaj akoma dhe më shumë gjallëri. Përdorni bustinat organike të çajit me kompresa për të qetësuar shqetësimet tuaja dhe për të evituar kështu komplikacionet. Çajin e kamomilit mund ta përdorni gjithashtu edhe për zbardhjen e lëkurës. Kamomili e ushqen gjithashtu dhe e zbardh lëkurën tuaj. Zjeni 2 bustina organike në çajnik dhe përdorni atë si avull për të lehtësuar këto komplikacione. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mirëbërëse për shëndetin tuaj. Çajin e kamomilit mund ta përdorni edhe kundër akneve. Kamomili është I pasur me antioksidantë të cilët luftojnë gjithashtu edhe problemet që shkaktojnë radikalet e lira, një prej të cilave është edhe krijimi I pandalshëm I akneve në lëkurën tuaj. Përdorime të tilla të çajit të kamomilit mund të jenë një ndihmë shumë e mirë e situatave tuaja dhe të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ndaj, përdorimet e kamomilit mund të jenë efektive edhe për personat të cilët kanë akne në lëkurën e tyre. Kundër entjeve gjithashtu mund të përdorni çajin e kamomilit. Kamomili është I pasur me nivele të larta të antioksidantëve të cilat do të luftojnë edhe problemin që shkaktojnë radikalet e lira, sidomos edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj.
Ai mund të ndihmojë gjithashtu edhe kundër irritimeve të ndryshme të lëkurës. Të djegurat nga dielli, njollat, ekzema dhe pickimet e insekteve mund të zbuten ndjeshëm me përdorimin e çajit të kamomilit, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për shëndetin tuaj. Çajin e kamomilit mund ta përdorni edhe si një ndihmë fitimprurse kundër kontraktimeve muskulare. Çaji i kamomilit mund të përdoret për të qetësuar muskuj sepse përmban glicin. Kjo substancë qetëson nervat dhe është e dobishme kundër ankthit dhe kundër stresit. Sigurisht, përdorime të tilla të kamomilit do të jenë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Çajin e kamomilit mund ta përdorni edhe për të lehtësuar fytyn duke e përdorur në formë gargare, kundër inflamacioneve në gojë ose mund ta përdorni edhe për avullin e tij. Kështu, përfitimet që do të merrni do të jenë mbreslënse për shëndetin tuaj dhe lehtësuese kundër komplikacioneve të ndryshme, të cilat mund të komprometojnë shumë shëndetin tuaj. Çaji i kamomilit është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj në tërësi. Sipas Bright Side, do të rendisim disa nga përfitimet më të mira që do të merrni me përdorimin e çajit të kamomilit. Ai ndihmon në qetësimin e sistemeve tuaja nervore. Një studim i zhvilluar nga kërkuesit shkencor të Universitetit të Pensilvanisë ka konfirmuar se kamomili është në gjendje të ulë nivelet të ankthit te personat që vuajnë prej tij. Së dyti, kamomili mund të jetë një ndihmë shumë e mirë edhe për të përmirësuar aparatin tuaj tretës, duke ndihmuar të qetësohet akoma dhe më shumë. Ekstraktet e kamomilit mund të ndihmojnë gjithashtu në reduktimin e ulçrave dhe dhimbjeve të stomakut, si dhe të lehtësoni edhe problemet tuaja të sistemit tretës së zorës i irrituar. Edhe pse kamomili është një lehtësues i mirë, nëse gjendja juaj është kritike, është më mirë të adresoni atë tek mjeku përkatës për të marrë trajtime akoma dhe më të specializuara. Çaji i kamomilit mund të përdoret gjithashtu edhe në kozmetik, dhe përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse. Kamomili në këtë mënyrë mund të përdoret për të hapur ngjyrën e flokut bjond. Kështu, ekspertët tregojnë se ai mund të rrisë edhe reflekset e flokut tuaj duke e bërë atë të duket edhe më i shëndetshëm. Kamomili mund të përdoret kundër irritimeve të lëkurës. Për përdorime të jashtme, ai rekomandohet kundër problemeve të lëkurës, sidomos kundër ekzemave dhe largimin e skuqeve të syve. Studime të shumta kanë treguar se lulet e kamomilit janë efektive kundër këtyre problemeve dhe mund të shpjegojnë faktin pse ato mund të jenë një nxitje shumë e mirë e një lëkure të shëndetshme. Çaji i kamomilit mund të jetë një qetësues shumë i mirë nëse përdoret si duhet edhe gjatë cikleve tek femrat. Ai redukton problemet e ciklit. Vetitë e kamomilit janë të shumta, mirë po veçanërisht u takon femrave, duket se u vjen në ndihmë më së shumti. Sipas një studimi të publikuar në Journal of Agriculture and Chemistry, u shpjegua se kamomili vepron gjithashtu si një qetësues shumë i mirë i dhimbjeve dhe mund të lehtësojë komplikacionet e tyre. Shpjegoi se kamomili vepron si një lehtësues kundër këtyre shqetësimeve. Çaji i kamomilit mund të jetë një ndihmë shumë e mirë kundër bllokimit të fytit nga rrufa ose të rrugëve të frymëmarrjes nga këto shqetësime. Çaji i kamomilit është shumë i mirë edhe për të lehtësuar ftohjen dhe simptomat e saj. Studimet kanë treguar se ekstraktet e kamomilit janë të dobishme edhe kundër ftohjes. Disa njerëz madje bëjnë gargar me kamomil për të luftuar inflamacionet e mukozës brenda gojës dhe fytit të tyre. Kështu, kamomili mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë nxitse për organizmin dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Çaji i kamomilit është një produkt fantastik që mund të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Duke u përdorur me kujdes, ai mund të ndihmojë edhe kundër pagjumësisë. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid, i cili u jep edhe një përmirësim antioksidantëve në luftën kundër këtyre komplikacioneve, duke nxitur gjumin e mirë dhe duke lehtësuar komplikacionet e tij. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.